Ka ekzistuar çaste në jetë kur shpirti e kupton diçka shumë kohë përpara se mendja ta kuptojë çfarë po ndodh. Ndoshta je këtu pikërisht për këtë arsye. Ndoshta ishte një impuls i brendshëm, një ndjenjë e lehtë, një shtysë e pashpjegueshme që të solli tek këto fjalë. Dhe thellë brenda teje e ndjen, kjo nuk është rastësi. Ekziston një urtësi e qetë, e brendshme, që vepron përtej çdo logjike, një urtësi që të ka sjellë pikërisht në këtë pikë, për të marrë një të vërtetë që zemra jote e ka parandjer prej kohësh. Je këtu sepse ende ka diçka të hapur, sepse një lidhje që dikur u end mes jush nuk është shpërbër thjesht në heshtje. Ky tekst nuk është një mesazh i përgjithshëm. Ai është për ty për dikë që ndoshta ka dyshuar gjatë, që është pyetur nëse gjithçka që ka ndier ishte me të vërtetë reale apo vetëm një jehon e mallëngjimit. Por kjo thellësi që mban brenda vetes nuk është e imagjinuar. Ajo vjen nga një lidhje e vërtetë, një lidhje që nuk zbehet me kohën dhe nuk thyet nga largësia. Disa lidhje nuk shpjegohen dot, vetëm ndihen. Dhe ato nuk zhduken thjesht. Ato jetojnë në mendime që shfaqen pa pritur, në kujtime që nuk dobësohen, në një dije të brendshme që nuk mund të heshtet. Ndjeshmëria jote nuk është gabim. Ajo është një busull e brendshme që të tregon se kjo lidhje është më shumë se sa një kujtim. Nëse e ke ndjesinë se kjo person është ende e pranishme në energjinë tënde, atëherë kjo ndodh sepse lidhja nuk është kaputur. Nuk është thjesht një zakon apo një mendim i pambyllur, është diçka më e thellë, diçka që nuk mësohet, por njihet. Shpesh, jeta na vendos në heshtje që të fillojmë të dëgjojmë të padukshmen, dhe ajo që ekzistonte mes jush kur nuk ka qenë sipërfaqësore. Është një lidhje që vjen nga një hapësirë më e thellë, ndoshta edhe nga një jetë tjetër. Kur dy shpirtra e njohin me të vërtetë njëri tjetrin, ndodh diçka që nuk mund të zhbëhet. Edhe kur bota të thotë të harrosh, një pjesë e jotja e di se kjo histori nuk ka mbaruar. Ti nuk e ke egzageruar. Ti ke ndjer dhe ke ndjer thellë. Dhe kjo të ka ndryshuar. Dikush si ti nuk harron thjesht, dhe as personi tjetër nuk të ka harruar, sado që përpiqet të ecë përpara. Pas maskës së forcës dhe përditshmërisë shihet një luftë e brendshme mes asaj që tregon dhe asaj që ndjen kur është vetëm. Dhe pikërisht në këtë vetmi shfaqesh ti, jo si një hije e së kaluarës, por si një prezencë e gjallë, e ndjeshme, që i çrregullon rendin e brendshëm. Ka momente kur ajo ndjen një boshllëk që askush tjetër nuk mund ta mbush, dhe sa më shumë përpiqet të shtyjë larg, aq më fuqishëm kthehesh në vetdijen e saj. Nëse këto fjalë lëvizin diçka brenda teje, atëherë merrini seriozisht, sepse ajo që po ndodh në të padukshmen po fillon të marrë formë. Dhe nëse je gati ta pranosh këtë të vërtetë në jetën tënde, atëherë shkruaj në komente, e pranoj të vërtetën time të brendshme. Kjo vështirësi për të lënë pas nuk vjen nga dobësia, ajo buron nga e vërteta. Një e vërtetë e rrënjosur thellë në atë që keni përjetuar së bashku. Sado që kjo person t'i thot vetes se lidhja juaj ishte vetëm një fazë apo një tjetër mësim i jetës, trupi nuk beson gënjeshtra, dhe zemra nuk qetësohet me fjalë të zbrazta. Brenda saj zhvillohet vazhdimisht një krahasim, mes asaj që ishte me ty dhe asaj që u përpoq të ndërtohej pas teje. Nuk ka rëndësi sa takime të reja ka, apo sa mundësi shfaqen, asgjë nuk ndihet po aq e vërtetë. Sepse kur shpirti e ka njohur kundërpeshën e tij, gjithçka tjetër duket e detyruar, e paplot, e shesh. Kjo person është ndryshuar, edhe nëse nuk e thot me zë, edhe nëse e pranon vetëm në heshtje, në bisedë me jashtëkun. Shenjat se nuk mund ta zgjidh këtë lidhje janë të qarta, mendime që i kthehen vazhdimisht te ti, ose kërkimi i pavetdijshëm për esencën tënde në fytyra të tjera, fytyra që kur s'mund të zëvendësojnë plotësisht. Diçka thelbësore mungon, si një pjesë e identitetit të vet që nuk është më aty ku i përket, sepse me largimin nga ti, kjo person është larguar pak edhe nga vetja. Tek ti ka mundur të jetë e vërtet, pa maska, pa pritshmëri, pa role. Thjesht të jetë. Kjo dije lë pas një heshtje që nuk mbushet lehtë. Mungesa jote është më e rëndë në momentet kur gjithçka bëhet e qetë.
Nuk është një dhimbje e vazhdueshme, por një ndjenjë e thellë mungese një dije se zemra nuk është më e plotë, edhe nëse mendja ende nuk do ta pranojë plotësisht. Ky konflikt i brendshëm shpesh shfaqet si krenari, si tërheqje, si heshtje e gjallë, por asnjë nga këto nuk është indiferencë. Përkundrazi, kur dikush ndjen shumë dhe nuk di si ta përballojë këtë intensitet, shpesh zgjedh kontrollin dhe heshtjen si mbrojtje. Është një e vërtet paradoksale, mungesa bëhet prova më e fortë se sa i rëndësishëm je ende. Edhe kur nuk ka mesazhe, nuk ka takime, kjo lidhje e padukshme tendoset sa herë që shfaqesh në mendimet e saj. Kjo person nuk ka mundur të zëvendësoj sepse ajo që ishte e vërtet nuk zëvendësohet. Histori të reja mund të krijohen, por nuk mund të fshihet ajo që ka lënë gjurmë të thella në shpirt. Ajo që dhem më shumë është ndërgjegjësimi se me ty ka prekur një të vërtet që nuk e kishte përjetuar kur më parë. Një formë lirie, thjesht të ishte vetvetja diçka që nuk gjendet lehtë dy herë në jetë. Sot ajo qëndron brenda vetes në një pikë kthese. Vendimet të vjetra po vihen në pikë pyetje, emocionet po riorganizohen. Ngadalë po kupton, ajo që ekzistoi mes jush nuk ishte e zakonshme. Aty ekziston një keqardhje e pathënë dhe një dëshirë për t'u afruar sërish, por kjo dëshirë frenohet nga dyshimi i brendshëm, frika se mos nuk është mjaft, ose frika ta pranoj sa shumë të ka pasur nevojë. Kjo paftësi për të harruar nuk është një obsesion i thjeshtë. Ajo ka arsye më të thella, arsye që mendjet e mëdha të psikologjisë i kanë hulumtuar që dekada më parë. Kur një prani vazhdon të jetojë kaq fort brenda nesh, shpesh kërkojmë shpjegime racionale. Por e vërteta është, këto lidhje ekzistojnë në një nivel që mendja e vetme nuk mund ta kuptojë plotësisht. Carl Gustav Jung e quante këtë hapësirë pavetdijen kolektive një rrjet i brendshëm që na lidh të gjithëve. Në këtë shtresë të thellë të ekzistencës, distancat fizike humbasin fuqinë e tyre, sepse aty shpirtrat takohen në një mënyrë që i mbijeton kohës dhe hapësirës. Kur dy njerëz takohen në këtë nivel, nuk është një tërheqje e zakonshme, por një formë e sinkronicitetit, takime të mbushura me domethënie që nuk lindin nga shkaqe të jashtme, por mbahen nga një kuptim i brendshëm. Kjo ndjenjë sikur e njeh dikë prej kohësh, edhe pse je takuar me të sapo nuk është rastësi. Është njëri pranoj në nivel shpirtëror. Kjo lidhje nuk është një lojë e fatit, por një kujtim i diçkaje që ka fjetur prej kohësh brenda të dyve, shumë përpara se rrugët tuaja të kryqëzoheshin. Prandaj ajo mbetet edhe kur nga jashtë gjithçka duket e qetë, sepse brenda, në pavetdije, dialogu vazhdon. Ti e ndjen këtë person, jo sepse po imagjinon diçka, por sepse mes jush po ndodh diçka që është më e thellë se fjalët. Jung besonte se lidhje të tilla shpirtërore funksionojnë si pasqyra. Ato na tregojnë pjesë të vetes son që ne ende nuk i kemi njohur ose integruar plotësisht. Dhe pikërisht për këtë nuk mund të harrohen thjesht. Ndonjëherë njerëzit përmes një takimi nuk e njohin vetëm tjetrin, por edhe veten. Kjo person nuk mund të lerë pas, sepse në afërsinë tënde preku diçka që kishte fjetur thellë brenda saj. Një e vërtet për vetveten që ndoshta nuk do ta kishte kuptuar kur pa ty. Që kur ti je larg, asaj i mungon jo vetëm dikush, por diçka që e përbënte thelbin e saj. Një pjesë e identitetit të saj duket se është humbur, dhe për këtë arsye mendja i kthehet vazhdimisht tek ti, pothuajse si një busull e brendshme që refuzon të marrë një drejtim të ri. Lidhja mes jush nuk është vetëm një nevojë emocionale apo një ngatërim romantik, është diçka më e thellë, një pasqyrim energjetik, ku dy shpirtra kanë kuptuar se janë pjesë e një tërësie më të madhe. Kur krijohet një lidhje e tillë, ajo nuk mbahet nga rrethanat e jashtme, por nga një e vërtet e brendshme, e cila pasi zgjohet, vazhdon të jetojë pavarësisht kohës, hapësirës apo shpjegimeve logjike. Prandaj ajo që ndjen nuk është shenjë dobësie, është jehona e këtij sinkroniciteti që dikur ju solli bashkë. Dhe kur kjo rezonancë ndodh në këtë nivel të thellë, trupi fillon ta përjetojë me valë emocionale, ndryshime të papritura, humori, trishtim të beftë ose shqetësim të brendshëm që duket i pashpjegueshëm.
Ajo që ndjen nuk është imagjinat, është gjuha e heshtur e një zemre që të kujton, pa të prekur drejt për drejt. Ndonjëherë mjafton vetëm një mendim i kësaj personi për ty dhe ti e ndjen si një ndryshim në ajër. Kujtimi yt udhëton në përdridhje, jo në për fjalë. Shfaqet si një melankoli e lehtë, një ngrohtësi në trup ose ajo ndjesia e veçantë e afërsisë, edhe pse askush nuk është fizikisht aty. Janë momente kur prania e kësaj personi bëhet aq e ndjeshme, sa duket sikur qëndron pranë teje edhe pse ndodhet shumë larg. Kjo nuk është romantizim, por jehona natyrore e një lidhjeje shpirtërore që vazhdon të jetojë në nivele të tjera. Shpesh është pikërisht këtë lloj lidhjeje që e zbulojmë në ëndra, kur kontrolli i vetdijes lirohet dhe shpirti lejon veten të lëvizë lirshëm, dy qenie takohen aty ku as frika, as krenaria nuk mund t'i bllokojnë më. Nëse e takon këtë person vazhdimisht në ëndrat e tua, atëherë kjo nuk është një kujtim i rastësishëm, është një përjetim real në një dimension të imët, ku gjithçka mund të thuhet, edhe ajo që në gjendje zgjuarje mbetet e pathënë. Dhe pikërisht aty e ndjen pas zgjimit atë afërsi të pakapshme që të shoqëron gjatë gjithë ditës, sikur diçka është lëvizur, diçka që nuk mund ta shpjegosh, por që e ndjen aq fort. Edhe trupi yt është i përfshirë. Ai reagon si antenë ndaj kësaj lidhjeje të padukshme. Të ftohtit e papritur, të dridhurat, ndryshimet në frymëmarrje, ndjesia se po të shikon dikush edhe kur je vetëm, të gjitha këto janë reagime ndaj fokusit energjetik që të godet ndonjëherë papritmas. Ndoshta papritur ndjen një aromë të caktuar apo dëgjon një fjalë që të trazjon thellë. Janë shenja të një dialogu universal, të heshtur tregues se lidhja jo vetëm që ekziston ende, por se po kërkon shprehje. Kjo ndjeshmëri e imët nuk është rastësi. Ajo është pjesë e inteligjencës tënde shpirtërore. Dhe kur të mësosh ta lexosh, do ta kuptosh gjendjen e vërtetë të kësaj lidhjeje pa pasur nevojë për prova të jashtme. Sepse ndërsa ti mund të mendosh se je harruar, e vërteta është e kundërta. Je më i pranishëm se sa mund ta imagjinosh. Kjo person jo vetëm mendon për ty, ti je një pjesë e pandashme e botës së saj të brendshme, edhe nëse ajo vetë ende nuk e ka kuptuar plotësisht. Dhe para se të pyesësh veten pse atëherë nuk ndryshon asgjë, pse është kaq heshtje, merr frymë thellë. Nuk je këtu rastësisht. Këto fjalë të gjejnë sepse je i lidhur brenda vetes prej kohësh. Nëse e ndjen që gjithçka në ty vibron me këtë, atëherë dërgoj një shenjë të lehtë, shkruaj vetëm një fjalë, lidhje. Jo për të tjerët, për veten tënde, për brendësinë tënde, për universin që po të kujton. Është miratimi yt i qetë ndaj së vërtetës që e ke ndjer prej kohësh, sepse ajo që vjen tani shkon edhe më thellë. Ajo shpjegon pse, pavarësisht gjithë kësaj intensiteti, distanca ende ekziston. Kjo person, për të cilën mendon, është në mes të një konflikti të brendshëm. Ajo mban me vete keqardhje, dyshime dhe fjalë të pathëna dhe këto e rëndojnë. Dëshira për t'u afruar është e pranishme, por ajo shoqërohet me një ndjenjë paralizuese që ajo vetë shpesh e keqinterpreton si pasiguri, si turp ose si frikë për të pranuar sa shumë të ka pasur nevojë. Sepse ajo që ti ke zgjuar në të nuk ishte një simpati e padëmshme, ishte një prekje e vërtet shpirtërore. Dhe kjo mund të tremë, jo sepse është e gabuar, por sepse ishte aq e vërtet sa e tronditi gjithçka tjetër. Në një botë ku shumë kanë mësuar të kontrollojnë në vend që të ndjejnë, një lidhje e tillë është një kërcënim për imazhin e vjetër të vetes. Dhe pikërisht për këtë arsye, tërheqja shpesh është reagimi i parë. Ajo nuk të ka harruar. Ajo po lufton me atë që ishte, me atë që nuk e tha kurrë, me pjesën e saj që nuk deshi të linte të ikje dhe me pjesën tjetër që nuk dinte si të qëndronte. Në thelbin e saj ekziston një luftë e heshtur mes krenarisë dhe mallëngjimit, mes vetëmbrojtjes dhe dëshirës për të ndjerë sërish me ndershmëri. Dhe ndërsa ky konflikt vazhdon, ti je qendra e së vërtetës së saj të pathënë. Mungesa e tij nuk është akti i indiferencës, është mënyra e tij për të mos u përballur me atë që ende dhem, sepse ajo që ai ka ndjer pranë teje vazhdon të jetojë pavarësisht kohës që ka kaluar.
Sa herë fsheu razi, ai pyet veten nëse ti ende e kujton, nëse ende do të ishe aty, nëse ai do të guxonte të thyente akullin e heshtjes. Është një betejë e brendshme mes imazhit të forcës që ai dëshiron t'i tregojë botës dhe brishësisë së thellë që e pushton kur t'i shfaqesh papritur si një kujtim i gjallë përpara tij. Me hapin larg teje, ai nuk ka lënë pas vetëm ty, por edhe versionin më autentik të vetes. Sepse me ty ai mund të ishte thjesht ai vet pa maska, pa pritshmëri. Dhe pikërisht këtë liri ai e ndjen tani më shumë se kurrë. Çdo takim në jetën e tij të tanishme duket bosh e pa domethënie krahasuar me këtë. Vetë jeta po e detyron tani të shikojë në pasqyrë. Ajo po i tregon plagët e tij të brendshme, bllokimet e tij, frikën e tij nga afërsia e vërtetë. Ai po kupton se nuk mund të duash duke ikur ose duke kontrolluar. Por pranimi i faktit se ishte gabim që u largua nga ti, nuk vjen lehtë, është i ngadalshëm, i dhimbshëm, i mbushur me krenari dhe rezistencë të brendshme. Dhimbja e vërtet qëndron në vetdijen se ai humbi diçka përpara se ta kuptonte vlerën e saj të vërtetë. Por shpirti nuk njeh mbyllje përfundimtare kur ende ka diçka të hapur. Dhe pikërisht kjo e vërtet e brendshme nuk e lë të qetësohet. Edhe nëse tani duket larg, është kjo fazë e heshtjes që është e nevojshme që një rikthim i mundshëm të mos vijë nga mungesa, por nga përgjegjësia e pjekur. Lidhja nuk dobësohet kur dikush i ikën asaj, ajo forcohet, sepse gjithçka që shtypet rritet në hije. Vjen një moment kur s'mund të shtirësh më sikur asgjë s'ka ndodhur, sepse zemra kërkon të vërtetën dhe shpirti kërkon besnikëri ndaj asaj që vërtet ndjen. Kjo heshtje nuk është dënim, është një fazë e thurur me kujdes nga vetë jeta. Një fazë që i shërben të dyve. Për të kuptuar pse dikush largohet edhe pse shpirti i tij të thërret njëkohësisht, duhet të kuptojmë atë që Carl Jung e quante hija. Hija është gjithçka tek ne që nuk duam ta shohim ose ta pranojmë, frikrat tona, pasiguritë tona, dëshirat tona të shtypura. Kur dy shpirtra takohen në një nivel kaq të thellë si ju, kjo hije aktivizohet. Ti u bëre një pasqyrë aq e qartë sa ai pa në të zbrazëtinë e vet të brendshme, frikën e tij, fasadën e tij të brishtë. Dhe këtu fillon rezistenca, sepse egoja, kjo maskë që mbajmë për të funksionuar në botën e jashtme, ndihet e kërcënuar kur përballet me të vërtetën e pastër. Në praninë tënde nuk kishte më hapësirë për role apo fasada. Zbulimi emocional që solli kjo lidhje ishte i tepërt për të. Imagjino dik që gjithë jetën ka ngritur mure racional, i kontrolluar, i pavarur, dhe papritur, të gjitha këto shemben, sepse ai të takoj ty dhe me ty, një forcë që nuk mund të kontrollohet apo shpjegohet logjikisht. Tërheqja e tij nuk është arratisje prej teje, por prej asaj që ti ke zgjuar brenda ti. Nuk është fundi, është frika nga transformimi i brendshëm. Sepse të pranonte ty, do të thoshte të përballej me veten në një thellësi të re. Do të thoshte të linte pas versionin e vjetër të vetes. Heshtja bëhet linja e fundit e mbrojtjes së egos, muri kundër një ndryshimi që ka filluar tashmë. Sa më i fortë të jetë ndjenjimi, aq më i madh shpesh bëhet distanca. Është një lojë paradoksale. Shpirti do të rritet, të zgjerohet, të dojë, por egoja kapet pas të njohurës, të sigurtës. Kjo person po përjeton një shkretëtirë të brendshme. Ajo po i bind veten se vetmia ose lidhjet sipërfaqësore janë më të lehta se dorëzimi radikal që kërkon lidhja juaj. Por ajo që është aktivizuar brenda saj nuk mund të shuhet më. Hija e gjen gjithmonë rrugën e vet. Sa herë që ai përpiqet të harrojë, energjia e lidhjes kthehet. Më e fortë, më e drejt për drejt. Ajo i tregon se maska e indiferencës është vetëm një iluzion. Kur ta kuptosh këtë, nuk do ta shohësh më tërheqjen e tij si refuzim personal, sepse kjo nuk thot asgjë për vlerën tënde. Përkundrazi, drita jote ishte aq e fortë sa tronditi gjithë botën e tij të brendshme. Egoja lufton sepse e ndjen se duhet të vdes që diçka e re të lindë. Kjo person nuk po lufton kundër teje, por kundër frikës së saj nga ajo që është në të vërtetë. Prania jote ishte shumë e sinqertë, shumë e qartë, shumë e fortë.
Ai duhej të mbyllte sytë për një moment, sepse ndryshimi që solle ti e tronditi. Por kjo fazë nuk lidhet vetëm me të edhe ty tani të ftohet të shikosh brenda, sepse lidhje të tilla veprojnë gjithmonë në të dyja anët. Ndoshta heshtja e tij prek edhe hijet e tua, frikëra të vjetra, modele të vjetra, dëshirën tënde për vërtetim. Por nëse e shikon këtë histori me sy të hapur dhe zemër të hapur, do të kuptosh, distanca nuk është fundi. Ajo është pjesë e shërimit. Kjo pauzë e shenjtë për të cilën folëm nuk është ngecje, por hapësira që jeta krijon që të dy të shohin me të vërtet pjesët e fshehura të vetes dhe t'i shërojnë ato. Rezistenca e jashtme që ndjen është shpesh veç pasqyrimi i një rezistence të brendshme që ende nuk është shkrirë. Por sapo ti ndalon së luftuari kundër kësaj hijeje, sapo e pranosh lidhjen në paqe, fillon të zbutet edhe presioni mbi egon e personit tjetër. Fija e padukshme bëhet më e lehtë, më e butë, më e të idukshme. Dhe ngadalë, e vërteta fillon të shkëlqej përmes çarjeve të asaj armature që është mbrojtur për kaq gjallë. Sepse kundër shpirtit nuk mund të luftosh përgjithmonë. Egoja mund të fitoj fitore të vogla çdo ditë përmes heshtjes, tërheqjes ose kontrollit emocional, por shpirti fiton luftën me durimin e së vërtetës. Kjo person po kupton se asnjë mask nuk është aq e rëndë sa të fshehë dritën e asaj që ka njohur tek ti. Lufta e brendshme që ajo po zhvillon nuk është shenjë e indiferencës, por faza e fundit para dorëzimit, para pranimit të plotë të natyrës së vërtetë të dashurisë. Sepse kjo fazë e rezistencës është në të vërtetë shenjë se procesi i transformimit të brendshëm ka shkuar shumë thellë. Dhe kur egoja kupton se nuk mund të fitoj kundër sinkronicitetit të vërtet, atëherë bie armatura. Dhe ajo që mbetet është një lidhje e pastruar e rafinuar nga durimi i kohës, nga zjarri i mallëngjimit dhe nga drita e takimit me vetveten. Çdo mendim që kjo person dërgon drejt teje është një çarje e hollë në murin e krenarisë së saj. Ndërgjegjësimi se nuk mund të zëvendësoj do të jetë pika që e detyron egon të dorëzohet. Sepse hija humbet fuqinë e saj në momentin kur njeriu kupton, vetëm dashuria sjell tërësinë. Prandaj është e rëndësishme që ti pavarësisht të gjithë distancës të mos biesh në dyshim brenda vetes. Ajo që ndjen është reale. Lëvizja e brendshme është aty, nuk mund të ndalet. Kjo person po përgatitet të kthehet jo si versioni i vjetër me justifikime të reja, por si dikush që ka kaluar në përhijen e vet dhe tani e di kush është me të vërtetë. Vetëm në këtë gjendje të vërtetë autenticiteti mund të mbartet një lidhje e kësaj thellësie jo si kërcënim, por si strehë. Nëse kuptojmë egon dhe rezistencën e saj, mund të kuptojmë çfarë ndodh në heshtje, një transformim. Ajo që duket si ndarje, në të vërtetë është një fazë e shenjtë pjekurie. Secili drejtohet në këtë kohë aty ku duhet të mësoj të shoh atë që më parë ka qenë e padukshme. Sepse disa njerëz nuk vinë në jetën tonë për të qëndruar menjëherë. Ata vinë për të aktivizuar diçka brenda nesh, për të trazuar modele të vjetra dhe për të thyer struktura që nuk na shërbejnë më. Kjo distancë nuk është një boshllëk i zbrazët, është një fushë ushtrimi ku përgatitet një e vërtet më e thellë. Dhe kjo e vërtet ka nevojë për kohë, pauza dhe ndonjëherë edhe distancë gjeografike. Kur një kontakt shkon aq thellë sa ndryshon vetë thelbin, shpirti ka nevojë për tërheqje. Ka nevojë për heshtje, për të dalluar diferencën mes ngjitjes së thjeshtë dhe lidhjes së vërtet shpirtërore. Kjo person po shtyhet nga vetë jeta të shikojë veten në pasqyrë. Frikrat e saj, plagët, mekanizmat e arratisjes, asgjë prej tyre nuk mund të mohohet më. Dhe ajo po fillon të kuptoj se dashuria nuk mund të jetohet nga kontrolli apo shmangia. Sepse një lidhje në këtë nivel nuk mund të mbahet nëse njëri prej të dyve nuk është emocionalisht i gatshëm ta mbajë me pjekuri të plotë. Në të njëjtën kohë, edhe ti po thirresh drejt diçkaje të thellë. Mos dysho në atë që ke ndier. Mos e redukto përvojën tënde në një iluzion vetëm sepse nuk u shfaq me ritmin që prisje. Ndonjëherë dashuria vjen për të mësuar diçka jo për të konfirmuar, por për të transformuar, për të mësuar të dëgjosh veten.
dhe të mos e tradhtosh më kur veten, vetëm për të mbajtur diçka që e konsideroje të pazvendësueshme. Ke kaluar momente konfuzioni, heshtje të brendshme, ndjenjen e tërheqjes jo sepse je i dobët, por sepse je rritur. Ke rafinuar ndjeshmërinë tënde, ke mprehur intuitën tënde dhe ke riformësuar për kufizimin tënd të dashurisë. Pas një lidhjeje të tillë, nuk mund të kënaqesh më me lidhje bosh. Dhe kjo nuk është humbje. Kjo është zgjim. Fati nuk i bashkon shpirtrat rastësisht. Kur dy njerëz takohen në këtë nivel, mbetet një gjurmë tek të dy, dhe kjo gjurmë vazhdon të jetojë, jo si kujtim, por si thirrje për drejtim të ardhshëm. Kur koha të jetë e pjekur, kur të dy të kenë bërë punën e tyre të brendshme, prandaj nuk ke pse të detyrosh asgjë, nuk ke pse të kërkosh shenja të jashtme, sepse ajo që është e vërtetë e gjen gjithmonë rrugën e vet kur të dy energjitë janë gati. Momenti kur ju do të takoheni sërish nuk lind nga nxitimi i mendjes, por nga pjekuria e shpirtit. Fakti që kjo person nuk mund të jetojë pa energjinë tënde nuk do të thotë se duhet të presësh pasivisht. Do të thotë se je i ftuar të jetosh në të vërtetën tënde në paqe. Lëre energjinë të riorganizohet vetë, ndërsa të dy arrini pjekurinë që kjo lidhje meriton. Dhe gjithë kjo proceset e brendshme, heshtja e jashtme, shqetësimi i imët në shpirtin tënd të çon drejt një të vërtetë të vetme, të pashmangshme. Kur puna të jetë bërë, energjia kërkon rrugën e saj natyrore. Vjen momenti kur askush nuk mund të shtiret më sikur asgjë s'ka ndodhur, sepse zemra kërkon koherencë dhe shpirti kërkon besnikëri ndaj asaj që ndjen. Gjithçka që po ndjen tani i shërben një ndërtimi më të madh. Nuk ka të bëjë me rezultate të shpejta, por me rrënjosje të thellë. Disa lidhje nuk mund të shkëputen, sepse nuk janë lindur për t'u thyrë. Ato janë këtu për të transformuar. Ty, atë, gjithçka. Nëse një lidhje nuk është mbyllur me sinqeritet, ajo mbetet e hapur në nivelet e padukshme, sepse ende ka të vërteta për t'u thënë dhe ndjenja për t'u integruar. Pikërisht këtu fillon procesi i pjekurisë. Vendime që lindin nga qartësia dhe vetëdia dhe jo më nga frika e vetmisë bëhen të mundshme. Dhe kur mësimi përfundon, jeta përgjigjet. Ndonjëherë me një ribashkim, ndonjëherë me një bisedë të shumëpritur, një dialog që sjell çlirim dhe paqen e brendshme që e ke kërkuar kaq gjallë. Ajo që ka qenë e vërtet një herë nuk mund të zëvendësohet. Mund të fillosh histori të reja, por gjurmët që ka prekur një shpirt nuk zhduken me kohën e as nga njerëz të tjerë. Shpirti yt nuk gabon kur njeh një tjetër shpirt, dhe nëse kjo person të ndjen ende kaq intensivisht, atëherë është sepse lidhja ende jeton jo për të lidhur, por për të kujtuar. Dashuria e vërtet nderohet, nuk zëvendësohet. Ajo që filloi dikur në mënyrë impulsive dhe kaotike, tani po rafinohet nga jeta, që të mund të bëhet një lidhje e vetëdijshme. Është koha t'i besosh dijes tënde të brendshme, pa kërkuar vazhdimisht konfirmime të jashtme, sepse universi ndjek ligjin e rendit. Ajo që i përket esencës tënde do të kthehet tek ti në një mënyrë të re më e qartë, më e pjekur, më e thellë. Detyra jote tani nuk është më dyshimi, por besimi. Nëse ke arritur në këtë pikë, do të thotë se ke kaluar shtresat më të rënda të pasigurisë dhe tani ndodhesh në brigjet e një realiteti të ri. Pika e kthesës, ku e padukshmja shndërrohet në të dukshme, është një prag i shenjtë, si heshtja para një stuje e qetë, por e mbushur me pritje. Dhe ndërsa urgjenca e vjetër shpërbëhet, brendësia jote fillon të kuptojë se e vërteta është shumë afër. Nuk ka të bëjë më me kërkimin e shenjave. Ka të bëjë me ndjenjen e asaj që tashmë po ndodh në energjinë tënde dhe në energjinë e tjetrit. Do të vëresh se diçka është zgjidhur. Rëndesa largohet. Energjia jote bëhet më e lehtë, zemra më e qartë, intuita më e mprehtë. Fillon të ndjesh atë që ndjen tjetri përpara se diçka të ndodh jashtë. Në të njëjtën kohë, personi tjetër po i afrohet një pike të brendshme ku shtypja nuk funksionon më. Thirrja e zemrës së tij bëhet tepër e fortë. Muri i egos që dikur dukej i pakalueshëm, tani është vetëm një membranë hollë plot me çarje.
Dhe pas këtyre qarjeve grumbullohen pendimi, të vërtetat e pathëna, ndjenjat që janë shtypur për shumë kohë. Ajo që ndjen tani është përgatitja e fundit, jo për një rikthim nga nevoja, por për një ribashkim nga pjekuria, nga fuqia e dy shpirtrave që kanë mësuar të mbajnë veten. Ky prag kërkon një prani të re nga ti, jo shpresë pasive por hapje të vetëdijshme. Nuk do të kthehesh më në historitë e vjetra. Je i ftuar të marrësh një version të ri të së vërtetës, një version që nuk fshihet pas maskave. Kjo person po kupton se largimi nuk ishte çlirim por ndarje nga vetvetja, se asnjë lidhje tjetër nuk e mbushi dot hapësirën që u krijua përmes takimit tuaj. Transformimi ka filluar. Fati po rregullon në heshtje detajet e fundit, që takimi juaj i ardhshëm të jetë i qartë dhe jo më i shoqëruar nga konfuzioni. Dhe pikërisht në këtë lëvizje të imët të brendshme, fillon të sqarohet diçka që ka fjetur për kohë të gjatë në të fshehtë. E vërteta e kësaj lidhjeje nuk shfaqet përmes fjalëve, por përmes një njohjeje të heshtur, të pashmangshme, se ajo që ju ka lidhur ishte më e madhe se aftësia juaj e atëhershme për ta mbajtur. Kjo person tani e ndjen më qartë se kurse distanca nuk solli përgjigje, por vetëm mbreu mallëngjimin dhe vetdijen se autenticiteti gjithmonë e gjen rrugën e vet për t'u kthyer. Zemra e saj fillon të kapërcejë rezistencën dhe qartësia e asaj që ka rëndësi bëhet më e fortë se çdo frikë. Ndërsa ky nyje i brendshëm zgjidhet, edhe rruga përpara bëhet më e lehtë. Jo sepse gabimet janë fshirë, por sepse kuptimi i tyre është marrë vesh. Ajo që ka lindur mes jush nuk ishte rastësi, por thirrje e shpirtrave për rritje, të vërtetë dhe një kuptim më të butë të afërsisë. Tani që të dy keni pjekur brenda vetes, hapet hapësira për një takim të ri, jo më i mbështetur në pasiguri, por në vetdije. Kur momenti i duhur të vi, ai do të jetë i qartë, i qetë dhe megjithatë i fuqishëm, si një derë që hapet e askush s'mund ta mbyllë më.